Jetesa dhe ekonomia e familjeve në fshat është e bazuar kryesisht tek blegtoria dhe bujqësia. Zef Zhuri me origjinë nga zona Dugaxhinit jeton prej vitesh në fshatin Grut. Ai kujdese çdo ditë për tokën e tij dhe bagtit. Kam jetuar me bujqësi me blegtori tan jetën. Kam jetuar në zona malore të thella në lumë Çolës. Edhe duhet liria, këna ra këtu këna ra me qilë psipit, këna bledë tokë, edhe këna i vatan sa me nej. Tash, mërna me pak gjanë. Nuk këna du më thonë, unë jam veti të timërën. Edhe nuk kam asi krah punët punësuëm, vetëm qa punë i shesajtë, qa mund punën edhe djali, se kam edhe djali. Edhe ham bukë mirë bëllë, falënderoj Zotin. Zefi thotë se për të mbashtuar bagti duhet tregohet kujdes. Bagtia dënë çobanin. Po pas çobanin e mirë, e me i bon hizmetin e mirë, bagtia ma në shpinë e robit. E ka ma i gjimon në malësi, edhe në fush kanë ma shumë se në malësi, po kanë pas nërin më të mirë. Edhe, na këna jetu me to. E këna marë tregu jonë, du më thonë dyqani jonë, a kanë me marë i vi për lakut atje. E marë me ule me eshi Shkodër. Ku se sëtë, bilet pak në majmë këtu e shesim këtu. 82 vjeçari thotë se për të mbashtuar bagti është e vështirë, pasi edhe kosti e ushqimit është rritur, çka ka bërë që një pjesë të deleve t'i shes. Kam dy lop, kam pas një 20, po i kam shit se nuk kam qa më dhonë më hangër. 10.000 leki i dhe nëson njëti. E ndërsa të ri që merren me punë të fshatit janë të pakët sot, Zefi ka një apel për ato. Po këta të rritë e sodit më rritë të zotin janë, si të edukohen. Me i edukua mirë nështë jau në lumnia se pasha bukën, më më pëlqejnë edhe pak. Të rritë e sodit më pëlqejnë edhe pak, se janë, shikemor, fukaroja ku rritet nërmen, nuk ka burë që jevë në ndërezi. Ne na këna vujtin, fukaroj në rrit edhe në flok. Pra më rrit nërmen, asë më shkoshin tonë, Shkodën së më shkon.